Pes motra me zemër të thyer, vëllai I vetëm u ambyll derën. Në një familje të thjesht jetonin 5 motra që nuk kishin askënd tjetër përveç një vëllai të vetëm, pasi prindrit, nëna dhe babai kishin ndruar jetë kohë më parë. Jeta nuk ishte aq e lehtë për motrat të cilat ishin pa vëlla tjetër dhe pa prindër. Prindrit e tyre kishin ndruar jetë, duke lënë pas një boshllëk të madh në zemrat e vajzave. Ato menduan se vëllai I tyre do të bëhej mbështetje, kraj fort, dritë në errësirë, por ndodhi e kundërta. Pas vdekjes së nanës dhe babës, motrat tani më kishin vetëm një vëlla, një shtyllë në familje ku ato shpresonin të bënin vizita të shpeshta dhe do të shoqëroheshin me vëllaun e tyre dhe do të kalonin çaste të mira, pasi që mungesa e nanës dhe babës nuk zaventësohet, por të paktën për të kaluar disa momente të mira dhe të bukura me vëllain e tyre të vetëm, vëllaun e hasretit, I cili ndryshoi shumë pas vdekjes së prindërve. Vëllai nuk I deshi, nuk I vizitoi. Madje edhe kur motrat shkonin në derën e tij, ai bashkë me bashortën u ambyllnin derën. Një derë që duhej të ishte derë shtëpie, ngrohtësie, dashurie, u kthye në mënyrë të ftoftë e përçmues. Vëllau dhe nusja e tij nuk u ambyllnin derën, por nga pritja që ja bënin ishte më keq se sa t'i ambyllnin derën. 5 motra të lënduara pyesin veten: a thu lidhja e motrave me vëllaun është harruar? A thu kemi gabuar ne dikund tek vëllau ynë apo ku është problemi? Përgjigje nuk e morën asnjëherë, sepse vëllai I tyre nuk ishte interesuar t'u përgjigjej motrave të tij. Ai, përveç që nuk I vizitonte ato dhe nuk dëshironte të dëgjonte për jetën e tyre, ai nuk I mirëpriste kur ato vendosnin të shkonin për ta vizituar vëllaun e tyre të hasrit. Vizitat e motrave nuk ishin të shpeshta, në raste të ndryshme, si për Fitër Bajram apo Kurban Bajram, apo ndoshta në ndonjë rast në familje tek të afërmit e tyre. Dera ishte e hapur, por mikpritja ishte shumë e rëndë. Nëse mund të quajmë mikpritje, në fakt gjithçka ishte, por vetëm mikpritje jo. Se herë që shkonin motrat për të bërë bashkë te shtëpia e vëllaut, nusja e vëllaut ikte tek familja e saj, ndërsa vëllau punonte dhe u kthente shumë vonë. Përsëri motrat të vetme, ato u detyronin ta përgatisnin ushqimin vet. Ato me paratë të tyre blenin ushqimin për të përgatitur për vete dhe për fëmijët e tyre. Ky është një tregim I dhimbshëm për shumë familje sot. Disa motra e vëllezër harrojnë se jeta është e shkurtër dhe se vetëm dashuria, respekti mbesin pas. Nëse ke motër apo vëlla, mos e mbyll derën, sepse një ditë mund të jetë vonë. Një ditë mund të ndrojë jetë motra, vëllau apo I afërm yt. Edhe kur ti mund ta hapësh derën, s'ka kushte të roket më në derë. Andaj kujdesu të mos e shkatërrosh familjen. Kujdesu që të respektosh motrën, vëllaun apo ndonjë të afërm. Nuk bëhet askush vëlla dhe nuk bëhet askush motër. Kujdes se kujt po ja mbyllni derën.